Qytetarët në Kosovë presin që ish krejt e UÇK-së, të cilët po gjykohen në Hag, të lirohen pasi sipas tyre akuzat ndaj tyre janë të pabazuara dhe procesi gjyqësor përbën padrejtësi ndaj luftës së ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, raporton Ekonomia Online. Jo që shumë poshtë jashtë çdo norme ligjore. Buhet s'ka ndodhur kjo, po të na ndodhë çdo gjë. Se mo dënu krejt të UÇK-së, dënohet kretë ushtria, kretë Kosova. Prandaj, është mohabit. Po i na shpresojmë që në maj me qenë ata këtu, se janë pafajshëm. Asnjë, merre me mend, as anomalia madhe, thot prokurori Hashim Thaçi i ka mashtru Clarkën e. Kjo është mizerje. As ka ropi provimi ke prokurori, më falni, po nuk kanë faj ata, kemi faj na. Pse? Pse qështu? A është shumë këtë dënem? Tepër, jo të mërë. A mendoni që duhet mu liru ata, pa pasur ndonjë? Ja, do të mu liru me në herë. Për ish krejt? Po gjithë. Çështja gjyqësore kundër ish e prorëve të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës në dhomat e specializuara të Kosovës në qytetin holandez Hag ka përfunduar me 18 shkurt. Të mërkurën e 18 shkurtit, mbrojtjet e ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish kryeparlamentarëve Kadri Veseli e Jakub Krasniqi, si dhe ish deputetit Recep Selimi, dhanë argumentet e tyre të fundit mbrojtës se ato përsëriten argumentet e tyre se prokuroria nuk ka dëshmi për akuzat e ngritura, nuk ka arritur ta provojë fajësinë e tyre, prandaj kërkuan akt gjykim shfaqësues. Më pas, mbrojtja e viktimave tha para trupit të gjykues se ajo nuk e ka obligim të vërtetojë akuzat ndaj të akuzuarve. Në fund të ditës ishte radha e të akuzuarve për të deklaruar përfundimisht rreth akuzave me të cilët ngarkohen Thaçi, Veseli, Krasniqi e Selimi, secili ngulën këmbë në fjalët e tyre përmbyllëse se ndihen tërësisht të pafajshëm dhe mbrojtën luftën e ushtrisë së çlirimtare të Kosovës si të drejtë dhe për çlirimin e një populli që po përballej me një luftë agresore. Ata thanë se nuk kanë kryer krime dhe se prokuroria nuk ka mundur t'i arsyetojë akuzat, siç thanë, të pabazuara kundër tyre. Pas përfundimit të deklaratave të tyre, kryegjykatësi Charles Smith III e shpalli të mbyllur çështjen gjyqësore. Seanca e fundit u mbajtë vetëm një ditë pasi mijëra qytetar në 18 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës u mblodhën në Prishtinë në mbështetje të katërshës së UÇK-së dhe për të kërkuar gjykim të drejtë.